John dhe Jim u ritën duke besuar se ishin binjak dyvezor, vetëm për të zbuluar se realiteti i lindjes së tyre ndodhej vetëm 2 bloqe larg shtëpisë së tyre të fëmirisë. Ideja u dukej e padiskutueshme, e rrënjosur me siguri absolute. Megjithatë, do të duheshin dekada që një e vërtet tronditëse të dilte në dritë, duke hedhur dritë mbi një institucion të respektuar. Por përpara se të vazhdojmë, shpërndani butonin like. Abonoheni dhe shtypni zilen në mënyrë që të mos humbisni kur historitë tona të ardhshme. Me origjinë nga Cincinnati, Ohio, John dhe Jim Lambert ishin fëmijët e vetëm të Sue dhe Olsen. Në vitet e të fundit të hershme, ata ishin të pandashëm, duke krijuar një lidhje të ngushtë tipike për binjakët. Të dy ndanin një dashuri të thellë për filmat. Ata ishin të pavetëdijshëm se jeta e tyre së shpejti do t'i ngjasonte fabullës së një tregimi kinematografik në muajt në vijim. Kur filluan shkollën, John dhe Jim u përballën me ngacmime të pandërprera nga bashkëmoshatarët e tyre, të cilët këmbëngulin se ata nuk mund të ishin binjak pasi nuk ngjanin me njëri tjetrin. Megjithatë, talljet, vëllezërit mbeten të vendosur. Ditëlindjet e tyre të përbashkëta e forcuan lidhjen e tyre, duke mos lënë asnjë dyshim në mendjet e tyre për statusin e tyre si binjak. Asnjë sasi ngacmimi nuk mund të lëkundte besimin e tyre të palëkundur në binjakërinë e tyre. Ndërsa vëllezërit u ritën dhe hyn në jetën studentore, ndodhi një ndryshim. Ndërsa mbanin afërsinë e tyre, ata zhvilluan radhë të ndryshëm miqesh. Grupet e tyre shpesh përziheshin, duke nxitur pyetjet e njohura rreth statusit të tyre si binjak. Jimmy në veçanti u lodh nga pyetjet e vazhdueshme. Në një ditë të caktuar gjatë një nate përpije, Jimmy arriti pikën e tij të thyerjes. Mes grupit të tyre një mik i përbashkët e teproi. Në një gjendje të dehur, miku u ngrit dhe bëri një shaka pa shije për nënën e binjakëve. Ai la të kuptohej në mënyrë të pandijeshme se nëna e tyre kishte qenë e përfshirë me 2 burra, duke rezultuar në ngjizjen e tyre. Jimmy ishte në prag të një grushti kur ndërhyri vëllai i tij. Johnny zakonisht ishte më i qetë. Ndërhyri, duke theksuar se komenti i mikut të tyre ishte një shaka e bërë në gjendje të dehur. Megjithatë, Johnny shpejt e kuptoi se kjo situatë po e prekte ndjeshëm vëllain e tij. Duke u kthyer në dhomën e tyre të konviktit, Johnny vuri re shqetësimin e dukshëm të Jimit. Duke u ulur, ai e inkurajoi vëllain e tij të hapte zemrën. Fillimisht ngrues, Jimmy hezitoi të diskutonte çështjen. Ai ishte përballur me çështje të ndryshme kohët e fundit. Megjithatë, me këmbënguljen e Johnny, Jimmy u dorëzua, duke zbuluar përfundimisht diçka që do ta lindte vëllain e tij krejtësisht të habitur. Jimmy kishte dyshime për lidhjen e tij me familjen, i munduar nga një ndjenjë vazhdueshme se nuk i përkiste plotësisht. Megjithatë, garancitë e Johnit, duke theksuar rastësinë e ditëlindjes së tyre të përbashkët dhe faktin se të dy kishin lindur në të njëjtin spital, pasiguria e Jimit vetëm sa u rit. Një pasdite, duke kërkuar përgjigje, Jimmy nxori një album fotografik familjar që nëna e tyre i kishte montuar me dashuri. Ndërsa shfletonin faqet së bashku, Johnny vuri re diçka për herë të parë, një ndryshim të thellë në ngjashmëri. Johnny ndante shumë tipare me prindërit e tyre, por Jimmy jo. Kuptimi i kësaj shqetësoi të dy, por nga frika se mos u mërzitnin prindërit e tyre, ata vendosën të mos hetonin më tej. Ata bën një marrëveshje të heshtur për ta lënë çështjen. Vite më vonë, ndërsa vizitonte Universitetin Xavier, mikesha e tyre Amy u trondit kur pa dikën në kampus që i ngjante saktësisht Johnit. Ajo kaloi ditën duke e ndjekur, vetëm për të zbuluar se ai ishte në të vërtetë një student tjetër i quajtur Danny. Pamja e dikujt aq çuditërisht i ngjante me Johnin ringjalli pyetjet e vjetra, duke hedhur dyshime të ripërtrira mbi marrëdhënien e vërtetë të vëllait. Djali thjesht buzëqeshi dhe vazhdoi rrugën e tij, duke e lënë Emin të hutuar. Megjithatë, dori në sipërfaqe një kujtim nga diçka që ajo kishte lexuar vite më parë rreth faktit se të gjithë kanë një sozi diku në botë. Djali para saj ishte padyshim sozi e Johnit. Emi zgjodhi të mos e ndalonte djalin dhe lejoi të vazhdonte rrugën e tij. Megjithatë, ajo ndjeu një nevojë urgjente për të informuar Johnin për atë që sapo kishte dëshmuar. E vetëdijshme që Johnny kishte një binjak, ajo mendoi mundësinë e një skenari me trinjakët. Pas kthimit në dhomën e saj të konviktit, Emi u ndjej detyruar ta informonte Johnin për takimin e saj tronditës në Universitetin Xavier. E bindur se kjo sozi mund të ishte një i afërm i humbur prej kohësh, ajo e ftoi Johnin për darkë atë mbrëmje në një restorant komod italian, ku biseda e tyre rrjedhi pa mundim duke mbuluar gjithçka nga jeta e përditshme tek reflektimet më të thella.
Përfundimisht, Emi detajoi incidentin e çuditshëm, se si kishte parë dikë që i ngjante saktësisht Johnit në një kolegj tjetër. Edhe pse ishte shqetësuar për ta përmendur, ajo e dinte se ishte shumë domethënëse për tu injoruar. Reagimi i Johnit ishte i papritur. Ai e qeshi historinë e Emës, duke hedhur poshtë idenë një sozje perfekte si të çuditshme. Me gjithë shpërfiljen e tij, Emi qëndroi pas tregimit të saj dhe sugjeroi që të vizitonin së bashku kolegjin për të parë vetë. Johnny megjithatë refuzoi duke këmbën ngulur se Emi duhet të ishte gabuar. Ai nuk shihte asnjë arsye për të ndjekur një pretendim kaq të pabesueshëm, pavarësisht këmbënguljes së Emës se ajo që dëshmoi ishte reale. Perspektiva i dukej absurde, veçanërisht ndërsa tashmë po përballej me ndjenjat e tija të komplikuara rreth familjes. Ai theksoi nevojën për prova, duke sugjeruar që Emi të merrte një fotografi të djalit për ta bindur atë të merrte parasysh udhëtimin. Duke menduar për situatën, Emi kuptoi sfidën përpara. Megjithatë, ajo e pranoi se bindja e Johnit varen nga tregimi i sozis. Emi kontaktoi kushërirën e saj duke shpjeguar kërkesën e pazakont për të kapur një fotografi të qartë të shokut të saj të klasës. Ajo e kuptoi se do të ishte një detyrë e sikletshme dhe çuditshme për kushërirën e saj. Megjithatë, Emi mbeti e vendosur dhe përfundimisht siguroi pikërisht atë që i nevojitej. Ndërsa Emi ishte shtrirë në shtrat atë mbrëmje, telefoni i saj zhurmoi vazhdimisht duke ndërprer kohën e saj të qetë me një libër pas një dite të ngarkuar. Marrja e mesazhit nga kushërira e saj i solli një buzëqeshje në fytyrë. Duke hapur mesazhin, ajo gjeti fotot e shokut të klasës të kushërirës së saj. Këto imazhe ishin Chelsea. Duke pritur me padurim ardhjën e Johnit, Emi priti me provat fotografike që ai kishte kërkuar. Kur Johnny më në fund mbriti, ai hezitoi para se të shikonte telefonin e saj, pastaj ngriu, i habitur nga pamja e dikujt që i ngjante saktësisht atij. Kuptimi i kësaj la pa fjalë, i pa aftë të kuptonte se si një i huaj mund të ishte imazhi i tij i përsosur. Mirënjohës për ndihmën e Emës, Johnny kërkoi asaj ta dërgonte fotot në telefonin e tij, i vendosur për të hetuar më tej situatën, por i vendosur për ta mbajtur të qetë për momentin. Kjo fshehtësi u tregua sfiduese pasi ai dhe Jimmy ndanin një dhomë konvikti dhe kurioziteti i Jimmyt ishte i vështirë për të shmangur. Johnny filloi t'i kalonte ditët në bibliotekë për të shmangur pyetjet, duke shpresuar të kryente kërkimin e tij i pashqetësuar. Pavarësisht mashtrimit, Johnny ndihej i konfliktuar. Vonë natën, duke hedhur një vështrim nga Jimmy që flinte qetësisht, ai u pushtua nga një ndjenjë faji, ndërsa e shikonte foton përsëri duke ndjerë një lidhje të pashpjegueshme me të huajin. Jimmy kishte qenë gjithmonë shoku i tij më i mirë dhe familja më e afërt. Asgjë nuk mund ta ndryshonte lidhjen që ai çmonte me vëllain e tij, pavarësisht se çfarë përgjigjesh do të zbulonte hetimi. Sa herë që Johnny kishte pasur një ditë të vështirë, Jimmy ishte gjithmonë ai që i angrinte moralin. Megjithatë, pyetja vazhdonte: a mund të mos ishte Jimmy vërtet vëllai i tij biologjik? 2 vjet më parë, kur dyshimi doli për herë të parë, Johnny ishte përpjekur me idenë, i shkatruar nga ndjenja e përjashtimit të Jimmyt nga familja. Edhe pse Johnny nuk e tha kurrë me zë, ai e dinte që Jimmy nuk u ngjante fizikisht prindërve apo gjyshërve të tyre. Edhe personalitetet e tyre nuk përputheshin. Jimmy ishte shumë më i tërhequr se të tjerat. Atë natë gjumi i shpëtoi Jimmyt ndërsa shikte tavanin, i konsumuar nga mendime se çfarë do të thoshte për familjen e tyre nëse teoria e tij do të rezultonte e saktë. Pse prindërit e tyre do ta fshihnin të vërtetën, nëse Jimmy kishte familje tjetër biologjike. Kush ishin ata? Ndërkohë Johnit nuk mund t'i largonhej kujtimet e Danit, sozit. Gjeshmëria ishte e pabesueshme. Syt, flokët, madje edhe hundët e tyre pothuajse identike. Kjo nxori në pak kujtimet e fëmirisë rreth hundës së spikatur të Jimmyt në krahasim me të Johnit. Eksplorimi i ideve të tilla e bëri Johnin të ndjehej sikur po tradhtonte vëllain e tij. Jimmy kishte qenë gjithmonë i besuar i Johnit. Ata kishin ndarë çdo sekret dhe momente të rëndësishme. Ndërsa Johnny shikonte vëllain e tij që flinte, ai shpresoi se ngjashmëria e Danit ishte thjesht një rastësi. Megjithatë, dëshira për të folur për shqetësimet e tij e pushtoi dhe ai mori telefonin për t'i dërguar mesazh Emës duke kërkuar mbështetje dhe këshilla. Johnny dërgoi një mesazh Emës, nuk mund të flinte, i rënduar nga konfuzioni dhe faji. Kur përgjigjja e saj erdhi shpejt duke e pyetur nëse ishte mirë, ai ishte mirënjohës që kishte dikë që e kuptonte vërtet.
Ai e siguroi atë se ishte mirë, por pranoi se ishte i hutuar për atë që do të thoshte gjithçka. Fjalët ngushëlluese të Emos e inkurajuan të ishte i durueshëm dhe të gërmonte më thellë, duke sugjeruar se gjërat mund të mos ishin aq keq sa dukeshin. Johnny shpresonte dëshpërimisht se ajo kishte të drejtë, duke dëshiruar qetësimin ndërsa përballej me pasigurinë dhe turbullimin emocional rreth misterit e Danit dhe lidhjes së tij me Jimin. Ai e falenderoi Emën për mbështetjen e saj, i ngushëlluar nga miqësia e saj. Pavarësisht se çfarë zbulonte, ai e dinte se asgjë nuk mund të zvoglonte dashurinë e tij për Jimin. Ndërsa Johnny u vendos në gjumë, ëndrat e tija ishin të trazuara, të mbushura me imazhe të Jimit dhe Danit dhe pasigurinë që rrotullohej rreth lindjes së tyre. Edhe në gjumë, ankthi e ndiqte, rëndësia e vëllait e tij ishte pamohueshme dhe ai mund të shpresonte vetëm që realiteti të mos ishte aq i dhimbshëm sa kishte frikë. Mëngjesin tjetër, kujtimet e ditës së mëparshme e konsumuan Johnin sapo u zgjua, duke vënë re krevatin e Jimit tashmë të shtruar. Ai ul pikërisht kur Jimmy e përshëndeti nga ana tjetër e dhomës. Tashmë i veshur dhe i gëzuar, Johnny luftoi me peshën e shqetësimeve sekrete, i shqetësuar dhe i preokupuar. Buzëqeshja e Jimit i kujtoi Johnit se sa shumë donte ta mbante vëllain e tij nga lëndimi. Edhe pse ai u shfaqsua me ngarkesën e tij, e vërteta ishte se ai kishte nevojë për vetmi për të hetuar më tej. Pas veshjes me nxitim, Johnny u largua, i vendosur të gjente përgjigje para se të mbaronte dita, por i pasigurt se ku të fillonte. Pasi mbaroi mësimet, Johnny nxitoi në bibliotekë, i vendosur të përdorte çdo copë kohe të lirë për të gërmuar më thellë në lidhjen misterioze midis tij, Jimit dhe Danit. Ai mallkoi gjatësinë e korridoreve të universitetit, ai shpresonte të bënte një aratistje të shpejtë para se Jimmy ta ndalonte. Ai pothuajse ja doli, ishte pothuajse te dera e bibliotekës. Pikërisht kur Johnny filloi hetimin e tij në bibliotekë, dëgjoi dikë që i thiri emrin dhe ngriu. Jimmy ishte i pamundur për të shmangur. Duke qenë binjak, lidhja e tyre ishte e thellë dhe duke u rritur, ata kishin shpikur edhe gjuhën e tyre sekrete që vazhdimisht i hutonte prindrit e tij. Jimmy u nxitua drejt tij, duke e pyetur pse Johnny nuk ishte përgjigjur dhe duke vënë re gjendjen e tij të shqetësuar. Johnny luftoi për të gjetur një justifikim, të gënjente binjakun e tij duke e pamundur. Para se Johnny të mund të përgjigjej, Emi u shfaq dhe me kohën e dur pretendoi se ishin vonë për një seancë studimi në bibliotekë. Pra një kompjuteri, Johnny filloi të kërkonte, duke futur detajet e tyre personale, emrat, ditëlindjet, spitalin. Rezultatet që gjeti ishin krejtësisht të papritura, duke zbuluar informacione që e lanë të shtangur dhe të pasigurt për atë që ishte vërtet e vërtet. Johnny shikoi të gjitha gazetat në arkiva nga viti kur kishin lindur. Ishte një proces i gjatë, i lodhshëm, por ai ishte i vendosur t'i shkonte deri në fund. Ata po shfletonin kur Johnny më në fund të hasi në gazetën që kishte muajin dhe vitin e saktë të lindjes së tyre. Ai shkoi shpejt te seksioni i lindjeve dhe atëherë i ngriu gjaku. Të gjitha të dhënat e spitalit përputheshin, emrat e Johnny dhe Jimit, data e lindjes dhe një foto e prindërve të tyre në spital. Ai tregoi Emës rezultatet. Ajo ra dakord se faktet ishin të qarta, por prap kishte dyshime. Provat nuk përputheshin plotësisht me ngjashmërinë e çuditshme që Johnny kishte parë në foton e Danit. Emi arsyetoi se njerëzit ndonjëherë thjesht kanë sozi dhe nxiti Johnny ta lindte të qetë në mënyrë që jeta të kthehej në normalitet. Johnny ra dakord i lehtësuar që dukej se nuk kishte mister, ai nuk donte të shqetësonte më tej Jimin. Johnny e ftoi Jimin të relaksoheshin dhe të shikonin një film së bashku atë natë. Por Jimmy kishte plane të tjera. Ai ishte jashtë me miq. Duke mbritur në konvikt bosh, Johnny gjeti një shënim nga Jimmy dhe u vendos për një natë të qetë. Ndërkohë Jimmy ishte në një festë të mbushur me njerëz të vëllezërisë në qendër të qytetit, duke u çlodhur pas javësh pune të vështira. Në kuzhinë, ai mori një pije dhe u drejtua për në pishin ku papritur takoi Emin, i befasuar këndshëm. Jimmy bisedoi me të duke e pyetur nëse ajo dhe Johnny kishin përfunduar seancën e tyre në bibliotekë. Ndërsa Jimmy vendosi pijen e tij, ai pa një figurë të njohur që qeshte në anën tjetër të pishinës, një fytyrë që e njohu menjëherë. Për një moment, Jimmy ishte i sigurt se kishte parë vëllain e tij në festë, megjithëse duke i pamundur. Ai u zhvendos për t'u afruar, por sosja u zhduk në turmë, duke e lënë Jimin të hutuar dhe të shqetësuar. Jimmy supozoi se vëllai i tij po kënaqej në festë dhe nuk i kushtoi shumë mendim,
Pas një nate të gjatë, ai u kthye në konvikt në orën 2 të mëngjesit. I raskapitur, ai e gjeti Johnin duke parë një film. Jimmy përmendi rastësisht se e kishin parë në fest, gjë që e la Johnin të hutuar. Ai nuk kishte dalë atë natë dhe pyeti veten nëse Jimmy ishte thjesht i lodhur ose kishte gabuar. I vendosur për të gjetur përgjigje, Johnny u takua me Emin të nesërmen dhe i kërkoi asaj ta shoqëronte në kolegjin e kushërirës së saj. I etur dhe i shqetësuar, Johnny kërkoi në kampus për sozit misterioze, por përpjekjet e tyre dukeshin të kota. Pikërisht kur ishin gati të hiqnin dorë, Emi vuri re të riun të ulur vetëm në bar i zhitur në një libër shkollor. Duke u afruar qetësisht, Johnny ndjeu një ndjenjë të çuditshme, familiariteti, ndërsa buri më në fund ngriti kokën dhe u takua me vështrimin e tij. Në një moment të heshtur, dërmues, Dani u ngrit dhe e përqafoi Johnin sikur të njihte një lidhje të përjetshme. Të dy u tronditën nga takimi. Johnny e dinte menjëherë se kjo ishte më shumë se rastësi. Ai po shikonte binjakun e tij të vërtetë. Ndërsa bisedonin, Johnny ndau se tashmë kishte një vëlla binjak, Jimin, dhe i tregoi Danit një fotografi. Për habin e tij, Dani zbuloi se edhe ai kishte një binjak, Davidit. Kuptimi se të dy binjakët ishin shkëmbyer në lindje i la të gjithë pa fjalë. Në javët në vijim, historia zuri faqet e para. Të dy grupet e binjakëve ishin shkëmbyer në lindje dhe spitali ranë në shqyrtim intensiv. Pavarësisht trazirave, vëllezërit u bashkuan, duke ndarë historitë e tyre unike dhe duke formuar lidhje të ngushta. Për Jimin, gjetja e vëllait të tij biologjik ishte një ndryshim jetësor, por Johnny mbeti vëllai i tij i vërtet në zemër. Të katër qëndruan të lidhur ngushtë, mirënjohës për familjen që kishin gjetur në të ardhmen që mund të ndërtonin së bashku. Ishte një dhuratë të zbulonin se jetonin vetëm bloqe lart njëri tjetrit. Përmes gjithë kësaj, Johnny e dinte se udhëtimi nuk do të kishte ndodhur pa Emin. Këmbënkulja dhe miqësia e saj e bënte të mundur fillimin e tyre të ri. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirupafshim në histori të ardhshme.